Të nderuar zonja dhe zotrinë, është ky edicioni I lajmeve orës 15 këtu në televizionin 7. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se është arrestuar Astrit Isufi, I dyshuar për vrasjen e 2 vëllezërve që ndodhi të enjtë në fshatin Goloboc të Malishevës. Prokurori I shtetit ndaj personit të dyshuar A.I me datë 6/4/2025 është paraqitur kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit e cila po të njëjtit ju është caktuar nga gjykata kompetente. Po ashtu Prokuroria themelore në Prishtinë ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurit A.I për veprat penale dhunë në familje sipas nenit 248 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe kanosi në bazë të nenit 181 të KPRK-s, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Në njoftimin e policisë thuhet se I dyshuari është arrestuar në fshatin Plaçicë dhe ka pasur plagë që dyshohet se janë shkaktuar nga arma e zjarit. Dyshohet që është plagosur gjatë përleshjes me viktimat. Të dyja palët kanë përdorur armët, dyshohet që është plagosur nga njëri prej viktimave, ka thënë në Graishta. Pas arrestimit, Astrit Isufi është dërguar fillimisht në qendrën e mjekësisë familjare në Malishevë për shkak të plagosjes. Më pas ai është vendosur për trajtim në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës. Përfundimisht ai po trajtohet në klinikën e kirurgjisë abdominale në QKUK. I ndjekim në vazhdim disa pamje pa koment që I ka siguruar ekipi televizionit 7 brenda emergjencës dhe deklaratat e mjekëve që trajtuan të dyshuarin. Rreth orës 8:30, pravërsisht, është pranuar një pacient, mashkull, I sjellur nga policia e Kosovës, I lidhur me 1984, me plagë sklopetare nga armë zjarri. Gjertani unë kryt gjitha ekzamenimet e nevojshme në qendrën emergjente dhe ka vazhduar trajtimi gjerë pak më herët, pas ekzaminimeve të kryne dhe konsultave adekuate. Po, I dyshuari faktikisht është një pacient aktualisht 42 vjeçar, është pranuar në klinikën e kirurgjisë abdominale për shkak të lëndimit me anë zjarri në pjesën e poshtme të abdomenit të barkut. Në këtë region I ka 3 vrima hyrëse nga predhat me armë zjarri. Mirë po, gjendja e tij është stabile edhe klinikisht edhe në aspektin imazherik. Historia e dhunës Astrit Isufit ndaj bashortës së tij është e gjatë. Sipas dosjes së gjykatës themelore të Prishtinës, ai kishte keq trajtuar fizikisht gruan e tij në plot raste, përfshirë 2 herë brenda një dite në festën e Bajramit. Ajo që ndodhi në realitet dikur ishte vetëm kërcënim. Astrit Isufi, I dyshuari kryesor për vrasjen e 2 vëllezërve të gruas së tij, Driton e Enaj Morina, kishte paralajmëruar disa herë bashkëshortën për një akt të tillë. Në dosjen e gjykatës të siguruar nga Kallxo.com, thuhet se Isufi në të kaluarën kishte ushtruar dhunë fizike e psiqike mbi bashkëshortën e tij. Për këto veprime ndaj Isufit kishte pasur një akt akuzë në prill të këtij viti, madje ekzistonte edhe një vendim I gjykatës themelore të Prishtinës për çka e dënonte Isufin për rajën dhe kërcënimin e bashkëshortës së tij. Ngjarja shkon edhe më larg kur vendoset që dënimi I gjykatës së Prishtinës të ndryshohet nga ajo e apelit. Dënimi ulet duke vlerësuar se ka arritur efektin e përgjegjësisë të dënuarit. Isufi ishte dënuar nga gjykata themelore e Prishtinës me 7 prill 2025. Në dosjen e gjykatës përmenden specifikisht rastet të dhunës që Isufi kishte ushtruar, një ndërto në festën e Bajramit, sepse ajo nuk I kishte zgjuar fëmijët nga gjumi.
Me 30 mars 2025, Astreti Sufi rreth orës 6 të mëngjesit, përderisa gruaja e tij kishte përgatitur drekën e festës së Bajramit, i pandehuri ishte zgjuar nga gjumi, e kishte thirrë gruan e tij dhe e kishte goditur me peshqir në trup, duke i kërkuar të njëjtës që t'i zgjoj fëmijët nga gjumi. Gruaja kishte shkuar të fëmijët, por ata nuk ishin zgjuar e ishte kthyer sërish te Astreti Sufi për t'i treguar. Astreti Sufi ishte nervozuar e më pas kishte nisur ta sulmoj gruan e tij me shuplak e grushte në fytyrë e trup. Dhuna në një ditë që ishte fest, s'do të përfundonte me aq. Disa orë më vonë, kur Astreti Sufi ishte kthyer në shtëpi pasi kishte shkuar të përshëndes familjarët për festën e Bajramit, kishte kërkuar ushqim nga gruaja e tij dhe kjo e fundit i kishte thënë se mungonte një produkt ushqimor, e kjo më pas sërish kishte qenë një sherr i cili shkaktoi dhunë fizike të dytë brenda ditës nga Astreti Sufi te bashkëshortja e tij. Kur kishte marrë vesh Astriti se mungon një produkt, i kishte marrë pjatat e ushqimit dhe i kishte gjuajtur në tokë, e më pas e kishte kap gruan e tij për dorë, e kishte tërhequr zvarr, e kishte futur brenda dhomës dhe kishte nisur ta qelloj me një kablo të rrymës në pjesë të ndryshme të trupit. Në ato momente, vajza e tyre kishte hyrë brenda dhomës dhe i kishte kërkuar babait të saj të ndalojë sepse po e mbyste nënën. Dosja shpjegon se Astreti Sufi edhe pas kërkesës së vajzës së tij nuk kishte ndaluar derisa i ishte dukur mjaftueshëm se e ka rrahur gruan e tij dhe më pas e kishte larguar nga shtëpia. Në po të njëjtën ditë, Astreti Sufi sipas dosjes së gjykatës kishte kërcënuar gruan e tij dhe kishte paralajmëruar se nëse ndahet nga ai, do t'ia vras gjithë familjen. Ti nuk guxon me u nda me mua, se ka me ta vra familjen, ka me t'i faru krejt. Përshkruhet kërcënimi që i kishte bërë Astreti Sufi gruas së tij më 30 mars 2025. Më krejt këto veprime që Astreti Sufi kishte kryer ndaj gruas së tij, gjykata në Prishtinë Dega në Drenas kishte dënuar të njëjtin me burg në kozgjatje me 154 ditë dhe 300 euro gjobë për dhunë në familje, ndërsa për kanosje ishte gjobitur me 500 euro. Gruaja e Astreti Sufit në deklarimin në seancën për caktimin e paraburgimit kishte thënë se burri i saj nuk kishte lejuar telefon, nuk ka mundur më herët të raportojë dhunën në familje sepse nuk kishte mundësi. Burri i saj ishte xheloz dhe i njëjti nuk ja kishte dashur familjen gruas së tij dhe i kishte thënë shumë herë që nuk kanë çka lypin këto. Gruaja kishte informuar organet e rendit muaj më parë se burri i saj kishte një armë të cilën e posedonte prej kohësh. Ajo pas ngjarjes kishte qëndruar te familja e saj, ndërsa fëmijët te babai për shkak që të mos ndërpritej shkollimi i tyre. Gjykata e apelit në qershor kishte vendosur që në total t'i jap Astreti Sufit dënim me burg 3 muaj dhe gjobë prej 300 euro për dhunë në familje, ndërsa nuk kishte ndryshuar dënimin me gjobë për veprën penale të kanosjes. Driton dhe Naim Morina, dy vëllezëri që mbetën të vrarë në fshatin Golubovc të Malishevës, do të varrosen këtë premte në ora 16. Lajmi u bë i ditur përmes rrjeteve sociale nga familjarët e viktimave. Vëllezëri dyshohet se u vran nga dhëndri i tyre Astreti Sufi, i cili u arrestua të premten nga policia e Kosovës dhe aktualisht po trajtohet në QKUK. Një fëmijë 1 vjeç e gjysmë ka vdekur të njëjtën në spitalin e Pezë dhe policia është duke hetuar rastin që e ka cilësuar si trajtim i pandërgjegjshëm mjekësor. Sipas raportit të policisë, babai i fëmijës ka thënë se në këtë spital e kishte dërguar për trajtim fëmijën edhe një ditë më herët të mërkurën dhe se pas trajtimit e kishin liruar në shtëpi. Të njëjtën sipas babait, fëmija është dërguar edhe një herë në spital pasi ka pasur gjendje të rëndë shëndetësore dhe aty ka vdekur. Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar se fëmija i tij rreth një vit e gjysmë pasi kishte dërguar në spitalin në rajonal të Pezë për shkak se kishte qenë në gjendje të rëndë shëndetësore, ka ndruar jetë. Sipas ankuesit, ai edhe me datën 5/11/2025 fëmijën e kishte dërguar për trajtim në këtë spital dhe pas tretmanit ishte liruar në shtëpi. Për rastin ka shkruar edhe Spitali i Përgjithshëm në Pejë. Në mëngjesin e datës 6 nëntor 2025, rreth orës 7 të mëngjesit, fëmija është sjellë sërish në spital, këtë herë në gjendje të rëndë me çrregullimet të vedijes dhe probleme serioze në frymëmarrje. Menjëherë është trajtuar nga ekipi mjekëve me oksigjen dhe terapi mbështetëse, por për shkak të përkeqësimit të gjendjes është kryer intubimi nga ekipi i anesteziologëve. Pavarësisht masave reanimatore të ndërmarra me përkushtim dhe sipas protokolleve mjekësore, fatkeqësisht fëmija ka ndruar jetë në ora 8:50, thuhet në njoftim.
Në gjykatën themelore të Prishtinës është mbajtur seanca dëgjimore lidhur me kërkesën e organizatës Savonët për vendosjen e një mase të përkohshme sigurie ndaj qeverisë së Kosovës me qëllim të pezullimit të projekt buxhetit për vitin 2026. Përfaqësuesi i Avonit Shefki Berisha tha se ekzekutimi i projekt buxhetit mund të shkaktojë dëm të pariparueshëm financiar për shtetin dhe se plotëson kushtet ligjore për pezullim të përkohshëm. Por përfaqësuesi i Ministrisë së Financave Arti Ashari kundërshtoi këtë pretendim, duke thënë se projekt buxheti nuk është akt administrativ përfundimtar dhe se ndërhyrja e gjykatës duhet cënonte parimin e ndarjes së pushteteve. Pas dëgjimit të palëve, gjykatësi Kreshnik Aqiu shpalli të përfunduar seancën duke njoftuar se vendimi me arsyetim do dërgohet me shkrim. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, të hënën me 15 janar, fillojnë seancat gjyqësore për vitin 2024 në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ndërkohë mbrojtja e Jakub Krasniqit ka njoftuar se ish-zëdhënësi UÇK-s nuk do mbështetet më në njërin nga dy dëshmitarët të cilët kishte planifikuar ti thras pas përfundimit të dëshmitarëve të thirrur nga Hashim Thaqi. Sipas rregullit 119 të rregullorës dhe urdhrit të panelit gjykues, mbrojtja e Jakub Krasniqit e njofton trupin gjykues dhe palët se nuk synon të mbështetet në dëshmit. Sipas kësaj, mbrojtja nuk do të dorëzojë ndonjë mocion sipas rregullit 154 në lidhje me këtë dëshmitar, thuhet në njoftim. Jakub Krasniqi bashkë me Hashim Thaqin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin tash 5 vite po mbahen në paraburgim në Hag. Këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të orës 15. Gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar, ndërkaq që magazina informative ju pret në ora 17 këtu në televizionin 7. Mirëmbëjtje.